Lam të mirë, tensioni lartë, pini një gotë nga kjo dhe do befasoheni. Përbërësit që do t'ju duen janë 2 litër ujë, 4 limona, 4 cm rrënjë xhinxheri, 4 thelpi hudhër. Përgatitja: limonin, xhinxherin dhe hudhrën i lani dhe i prisni në feta të holla, që të gjithë përbërësit më pas i fusni në blender për të arritur një përzierje homogjene. Hidheni lëngun e fituar në një enë me ujë dhe lëreni enën në zjarr në nxehtësi mesatare. Pas pak minutash, largojeni atë nga nxehtësia dhe lëreni që të ftohet. Sa po të ftohet, vendoseni në frigorifer. Konsumoni një gotë nga kjo në mëngjes dhe përpara gjumit. Falë saj, shëndeti i arterieve do të përmirësohet dukshëm, si edhe shtypja e gjakut do të stabilizohet në kohë rekord.